Sot qeveria mori vendim për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë Gledis Nano, nuk realizoi objektivat. Qeveria dhe Këshilli i Ministrave ka menduar se shkarkimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë është një mas për të patur një reagim më të fortë në luftën ndaj krimit të organizuar. Kjo është direkt për ju. Po ore, kjo është direkt për mua, nuk diskutohet ajo. Po doli pastaj mbas një muaj si kryeministri dhe ministri thanë që ky është viti më i mirë në statistikat e vrasjeve. Tash si ta kuptoj unë këtë? Kjo është kritik për ministrin. Tani, kjo është një diçka, ligji i policisë shtetit për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, përveç disa pikave të tjera të nenit që bën fjalë për të punë, e vetmja pikë ku mund të argumentohet, po themi deri diku, ka qenë kjo. Mos realizim objektiva, dhe besoj që është vendosur. Dhe njëherë cila ishte mungesa e realizimit të objektivave? Vetëm për? Kaq që tha, mungesa e realizimit objektivave. Numri vrasjeve më mëndat vit ishte i ulët. Dakor. 48? Thash edhe një herë, kjo ishte një pikë e cila mund të justifikonte, po themi, shkarkimin sipas ligjit policisë shtetit dhe ndoshta ajo u përdor. Edhe kjo ishte për mendimin tim.